Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot do të vi me një rrëfim shumë të dhimbshëm, një rrëfim që në redaksin time kam bërritur nga Saranda, e cila është një vajzë jetime, është rritur pa nënën e saj, është rritur nga njerëka. Fatkeqësisht jo të gjithë njerëkat janë humane dhe fisnike. Në fakt nuk dua ta përdor këtë termin njerëk, por mendoj që njerëka nuk ekziston, janë të gjitha nëna, por jo të gjitha e luajnë rolin e mirëfill të mrekullueshëm të një nënës për të rritur dhe për t'i dhënë dashuri një vajzës, për t'i dhënë mirësinë. Por në anën tjetër, Saranda jonë e dashur është martuar, ka ndërtuar ëndrrën e saj të familjes, por edhe kjo familja, të cilën nuk e ka patur asnjëherë, sepse ajo është hasur në vështirësi tek jeta e babait, nuk i ka dhënë ndonjë dashuri. Unë do filloj të lexoj rrëfimin